Qeveria pret që çmimet më të larta të karburanteve të ndikojnë në inflacion, por kryeministri Hristijan Mickoski thotë se nuk pritet që të jetë ndikim i madh. Ata e monitorojnë situatën me shpenzimet e jetesës, por për momentin nuk ka nevojë për masa të tjera. Situata monitorohet me kujdes edhe nga Banka Popullore. Guvernatori Slaveski thotë se tronditja nga kriza në lindjen e mesme është më e madhe se ajo e viti 2021, por leksionet janë mësuar. Për momentin nuk ka nevojë për ngushtim të politikës monetare, norma bazë interesit mbetet 4%. Може да се очекува доколку ќе треба да плаќаме поскапа нафта за увозот на нафтата во иднина, тоа да се одрази на трговското салдо и на потребата од финансирање и преку девизните резерви, значи ќе има поголема побарувачка, но ве уверувам дека располагаме со солидно ниво од околу 5,5 милиарди евра девизни резерви, така што за сега сме тука безбедни. Slaveski thotë se pati një konvertim të vogël të depozitave të denarit në valutë të huaj gjatë javës së parë pas konfliktit, por ajo tashmë është normalizuar. Depozitat janë të qëndrueshme, madje edhe rriten. Sipas guvernatorit, sfida për Bankën Popullore dhe qeverinë është të mos lejojnë që inflacioni të dalë jashtë kontrollit, por edhe të mos dëmtohet ekonomia me ngushtimin e politikës monetare. Nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Qendrore Evropiane sugjeruan që qeveritë të marrin masa afat shkurtra dhe të targetuara, kryesisht për ndihmë dhe qytetarëve dhe transportuesve. Sipas ministres së financave, edhe pse ka sfida për buxhetin, pikërisht këtë po e bëjnë. Ajo thotë se patën fat që nuk e rritën parakohe inflacionin për shkak të presionit për rritjen e pagës minimale më shumë se sa parashikon ligji. Може да се носат одлуки за зголемување на плата доколку постои консензус или договор помеѓу приватниот сектор, работодавачи и работници, но секако тоа на крајот ќе има одредени ефекти на инфлацијата. Затоа сакав да го споменам како клучно тука во оваа ситуација, бидејќи и гувернерот беше на истиот став дека си има закон, треба да го почитуваме законот и имавме среќа во целата оваа ситуација со почитување на законот да не ја подгрееме пред време инфлацијата, која што навистина сега во периодот кој што следи ќе ни биде сериозен предизвик. Kuçovska siguron se buxheti është i qëndrueshëm, po plotësohet sipas parashikimeve. Të ardhurat deri më 19 mars kanë qenë më të larta për 12,4% dhe prej tyre nga taksat janë mbledhur 14,5% më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.